Haxhit e Gostivarit vazhdojnë me kryerjen e obligimeve të haxhit. Hoxh Afet Beadini, njëri nga udhëheqësit fetar të haxhinjeve, në një prononcim për TV2, nga Kiblja e besimtarve flet mbi rëndësinë e ditës së Arafatit si pjesë kryesore e haxhit. Ai me këtë rast uroi të gjithë muslimanët, përfshirë edhe familjarët e haxhinjeve, për festën e Kurban Bajramit, me shpresën se haxhit do të kthehen me haxh të pranuar dhe mëkate të falura. Sot me haxhilerët gjendemi në Arafat. Dita Arafatit është ditë e veçantë, pasi ajo është pjesa kryesore e haxhit dhe dita kur lutjet e haxhive në Arafat plotësohen nga Allahu i Madhruar, është ditë e përsosjes së fesë, ditë e festës dhe faljes së mëkateve. Muhamedi a.s. ka thonë, haxhi është Arafat. Kështu çdo njeri i cili del të qëndrojë në Arafat përpara lindjes së diellit e ka përmbushur haxhin e tij. Allahu e ka nderuar këtë ditë me falje dhe begati dhe i ka dhënë vlerë të madhe. Për këtë Muhamedi a.s. i dërguari i fundit i Allahu Xheleshanu thot, nuk ka ndonjë ditë që është më me vlerë tek Allahu Xheleshanu se sa dita Arafatit. Në një hadith tjetër pejgamberi a.s. thot se dita më e mirë është dita e Arafatit. Falja dhe begatit e kësaj dite arrihen me shpeshtimin e lutjeve, largimin nga mëkatet, si dhe me ngritjen e nivelit të turpërimit për mëkatet e bëra. Muhamedi a.s. thot, lutja më e mirë është lutja që bëhet në ditën e Arafatit dhe lutja më e mirë që kanë bërë unë dhe pejgamberët para meje është fjala la ilahe illa Allahu wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Pas perëndimit të diellit, ne me haxhilerit do të nisemi për në Muzdelife, ku do të mbledhim guralecet. Në Muzdelife do të qëndrojmë deri në lindjen e diellit të ditës së parë të Kurban Bajramit. Pastaj nisemi për në Mina, ku do të hudhim 7 guralec. Pas hudhjes së guralecëve do të shkojmë në Mekë për të kryer tavaful ziare dhe sajin e haxhit. Edhe në ditën e dytë dhe të tretë të Kurban Bajramit do të hudhim nga 7 guralece në 3 pikat e caktuara. Pas hudhjes së gurve në ditën e dytë dhe të tretë të Kurban Bajramit na mbetet vetëm tavaful veda, të cilën do ta kryejmë një ditë para se të nisim për në vendlindje. Lutemi Allahu Xheleshanu që të na lehtësoj këtë rrugë dhe të na pranojë niyetin dhe lutjet tona. Lutemi Allahu Xheleshanu që të na bekoj për adhurimin e tij, për vizitën e shtëpisë së tij dhe kryerjen e të gjitha urdhrave të tjera fetare. Ju urojmë të gjithë miqve dhe familjarëve në emrin tim dhe në emrin e haxhive festën e Kurban Bajramit. Nga Mekja e nderuar, informon Afet Beadini.